Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Vllazërit e mi, që t'ja shohim hajrin netëve dhe ditëve të këtij muaji të bekuar, sonde për ju zgjodhëm vetit dhe atributet e Allahut xhalla xhelaluhu, të cilat janë sifati dhatije edhe sifati thubutije. E këto do t'i mësoni ju edhe që dalin në internet, në Facebook edhe në YouTube, edhe ato do t'ju mësoni familjeve t'juje. Për adhurojmë një Allah se dim, se njohim kush është. Çka do të thonë sifat dhe çka do të thonë atribut. Sifat do të thonë cilësi trupore, unë e shkrim. Që kjo janë sifat. Cilësitë e mia. Atributet e mia, bëj që tonë, bëj ato, s'bëj ato, bëj tonë, ka mundësi, s'ka mundësi, e tash. Do t'i gjejmë kreta këto javash, si në ka hije bi idhnillahi ta'ala. Allah xhalla xhelaluhu, çtu po shkruajmë midis Allah. Na po adhurojmë Allah. Natyra jonë po thotë se Allahu ekziston. Edhe kreta krijesat e dëshmojnë ekzistencën e Allahut xhalla xhelaluhu. E tash, nëse folish me një ignorant që nuk e njeh këtë lami, ti miri folish ai del pishinave. Se kur që thash pare, si bëjsh shirkë. Po vëllaj, një me i mori mirë doktorja mo, të filon shehi mës kisha shku unë, bare djali. Të më thanë, Allahu t'i banë, një shok i banë. Këtu dhe të shohim, si kush është Allah, Allah të cilin sytë tonë dhe menduarit tonë nuk mund ta përthakojnë një fikurim. Pra dhe në ka thonë pejgamberi, sa herë që të mundohen ju të boni rifikurimin e krijuesit çfarë është, Allahu është i kundërt. Sepse koka e njeriut nuk mund të përthakoj krijuesin e gjithësisë. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Allah ekziston Allah. Veti dhatije qenësore është Allahu ekziston. Kjo fjallë është vujud, Allahu ekziston. Që këto ta merë një mësim shkollor. Masi që është që ekziston, prej kur ekziston Allahu, vjen vetia dytë. Kidem, i gjithmonë shumë bafillim. Fjalla, kidem. I hershëm bafillim. Këto veti unë i kam mësuar 68-ën të mulla Xhavitin jonë Zaplugjë, pa ardhë Prizren. A në Prizren kemi ardhë 70-ën, a mon 68-ën të hoxha në gjami kam mësuar. Dhe tash kanë hupë, o prishë mësim besimi, o qërëgullu, o kemi qërëgullime tash. Themelin duhet më javune, po s'javune ti themelin ndërtesës binas, ajo ndërtesë prishet. Allahu ekziston, vujud. Prej kur ekziston? Prej kidem. Shka kidem, pa fillim. E për masi po ekziston edhe prej moti. Koka, një pa fillim. Qka? Edhe i pa mbarim është. Beka. Manin mend këto dhe mësoni edhe shkruni. Vujud, kidem, beka. Ekziston, është i pa fillim, është i pa mbarim. Vahdanijet është vetë. E në tash përdojna më u lutë, dikujna. Ku i lutëmi? Taj që është qëtë. Vahdanijet. Një. Ky Allah që është i pa fillim dhe i pa mbarim, gjithmonë ka qenë dhe është dhe ka me kenë,
nuk I përngjan askujt, mukhalefetun lil hawadith. Nuk I përngjan askujt. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Mukhalefetun lil hawadith. Dhe ti në Allahut dhatije. Mukhar nuk I përngjan kërkuj, walam yakun lahu kufuwan ahad. Lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Sikur ai nuk është askush, I dërgjon të gjithë edhe I njeh të gjitha gjërat. E fundit, Allah, ti nuk I mundesh ta përtakosh, ama e fundit Allah është qiyamun bi nefsihi. Ai qëndron dhe jeton dhe ekziston pa fillim e pa mbarim e nuk I përngjan askujt, është qiyamun bi nefsihi, në vetvetia jeton, s'ka për asnjë nevojë hiç. Nga kur të thona, ka nevojë Allahu për neve, për shije, për tokë, për ajre, për dete, për qiellë? Ja, në thona është, çka është ai? Në thona më në grandi, apo vetia tia është qiyamun bi nefsihi. Ai jeton vetëm, nuk ka nevojë për asnjë. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, për asnjë s'ka nevojë. Të këto sifatet dhatije. Shohim sifatet dhubutije tash. Kjo është edhe më rëndësi të madhe, që ta dini. Allahu pe ekziston vujud. Pra pas ka jetë Allahu, po jetoj ka. Ekziston dhe po jetoj ka. Hayat. Hayat dhe më thonë me jetuar. Ai që ekziston, edhe I pas ka këto veti dhatije, qënësore, edhe po jetoj ka. Çka ka numër 2? Ilm. Diturin e plot e ka. Diturin e plot, ilm. I din gjitha gjërat. Sepse ai ka krijuar, ai ka caktuar. As një flet e terur e thatë prej malit, prej degëzës nuk bjerë në tokë, pa I zëmti. Sama, I dëgjon kreta krijesat. Qaj bubreci më I vogël që me zorë përshihet me aniknina, ato e ndëgjon që shot të vërbon të spi Allahun. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Sama. Po nas folim, dashtë me s'folim, e din njetin që ka dashtë me thonë. Sama. 4. Basar. I shet të gjitha gjërat, janë kus janë. E mësojshim në shkollë të mesme në Damask, si she hoq, e she, a I në bëjke shemull, bubrecin e zi, në tabëll në dras të zes, në gurë, bubrecin e zi, në gurë të zi, ma I vogli bubreci. Në ersirët e natës, në thësit e tokës, Allahu Gjelle Gjelaluhu e shek. Sepse të pamunit e ti nuk është I kufizuar si të pamunit tonë. Naj kemi veti të dopta, Allah I naj ka falë. Për shamull, tash ju nuk më shihni. Kur të falë e klerë, tash ju nuk më gjoni. Pse? Kjo është e kufizume, zëri deli kuarin kufizume, shikimi kufizuam. Pra, Allahu që po jetoj ka, është me detyrit e plot. I dëgjon të gjitha krijesat, I shet të gjitha krijesat. Këto 4 të fundit, shikoj çka kanë 4 të fundit, se harrova me mu këtë marifetin. Këto 4 të fundit çka ka? Iradet. Dëshirën e ti të plot absolute ka. Çka dëshiron ban? Shkatron popull, zhduk popull, prish detna, shkatron qije, e bon kiametin, kryon krijesat. Çka do na I ban?
Çdo gjë është me kaptatihi, në dorën e tij. E tash, kur e mësojmë këto në akaid, se studimet e akaidit kemi këto, sipas Ahlus Sunnah wal Jamaa, këto janë, Allah jo vetëm që sheh, por sheh sipas të pamën e tij hyjnor, ati si kur që i përket. Allahu a ka synë? Po jo si sytë tonë. A ka vesh? Po jo si veshët tonë. A ka gojë? Po jo si goja jonë. A ka dorë? Po jo si dora jonë. A ka këmbë? Po jo si këmba jonë. Sepse nuk i përgjanë askuj. Tani vjen iradet. Dëshira ati është e pa kufishme. E jotja është dëshirë e kufizume. Po du me që dorën. Edhe që e qëjtë. S'po du me që, se qëjtë. Që shënditi që o të fizume, merën i të paralizuar. A i paralizuar e thëtë, edhe unë po du me që dorën. A një ha që dorën, bra? Tu që kam fjalla dëshira. Dëshira e robit është e kufizuar. Dëshira e Allahut është absolute. Ai që ka të nëpon, ai shduk, ai kryon, ai që këtë të ndori ko. Iratit. Kudret. Fuqin e ka të pa kufizume. Fuqin e ka të pa kufizume. Sa ka fuqin e plët? Pa kufizume ka fuqin. Ka kryu kreta krijesat, ju qonë vërës kreta krijesave, ka me shduk kreta krijesat, ka me thonë gjitha krijesave me lekve këtë këtë i shduk krejt, limanil mulkul jomi, kujtë është pushteti sot, s'ka përgjigje i përgjigjet vetë vetës, duke thonë, lillahi l-wahidil, kahtar, është të gjithë kjo, qka keni e dini e se dini, të Allahu subhanahu wa ta'ala. Iradet. Kudret, i plët fuqishëm. Kelam, folën Allahu Gjelle Gjelaluhu, me mësojshim në gjuhën tonë në thirë në të zeman, me të folënit e ti hyjnosh. Nuk i përket folënit tonë. Allahu që është folë nga nuk e dim, pa ka folë në dikend, me pejgamber ka folë, dikujt i ka folë prapa perdes, kurse Musa Saleh Salatu Vesselam, i ka folë drejt për drejt e ka nije Musa, por e për ka pa. E ka nije, ja Musa, ikhlas alejk, i ka thënë, dati, Inneke bilwadil muqaddesi tua, se jenë në tokën e shenjtë. Në Sina, kur ka folë me Musa alayhi salatu wassalam. Edhe ajeti tjetër që të gjithë në shta keni dëgjua, thot Allahu, wa kellama Allahu Musa teklima. Allahu i ka folë Musës folje. Dhe më thonë, ka folë me Musa. Prandaj Beni Israil, ja Musa, këtë halë jami, folë me Zotin. Ymeti jonë nuk i ka thonë kështë pejgamberi. Ja Rabbi, lutë jo Allahut, jo folë, se pejgamberi jonë nuk ka folë me Zotin si kur që ka folë Musa. Pra kelam, folë, Allahu folë, me të folët e ti hynor, një të folët e ti nuk i përgjanë të folët e tonë. Edhe e fundit e teta, veti e tet, tekvin. A i shduk, a i kryon, a i ndryshon, njeri ju në ndryshon, kafshët i ndryshon, detet, aja është në gjendje për gjithë shka. Detin me bo akull kret, qilnet mi paluet, që i ka pas paluet fillim, tani i kanë doa qilnet, një pas qetit, një bo 7 qilnet, e kështu me radhë. Dashta të jo thamë, që to sifate që i spjeguam sante, edhe bo një foto, edhe paka shumë që t'i bini në fije, fëmijët kur t'i mësoni, fëmijët kur t'i mësoni, trik kur t'i mësoni, ata me ditë qka është, Allahu ekziston, është jetë shumë pa fillim, pa mbarim, është një, si për në gjara s'bujt, edhe jeton në vetë vetiu. Allahu Gjelle Gjelaluhu ma si përshikër është gjallëtash, ka dituri, ka dëgjim, ka shikim, ka dëshirën i plët, është fuqin i plët, i folë kujt e donë, kujt e donë nuk i folë, zhduk kënë të donë, zhduk dhe shkatron dhe kryon dhe të shka si pas dëshirës ti. Këto kreta liber, kretë bohen, ose për ndryshe një definicion të fundit
akaidologjik, ta quaj kështu. Ta akaidin, unë që kam mësuar. Unë kam ba akaidin si shkollim, dhe më thënë jetën time, në Arabia dhe në Egjipt. Këto, Allahu që në jep, ngani kështë që mësëshim. Allahu e parashe, aje e din kur. Shkon të dëshira ati. Dëshira ati praktikohet. Edhe, si e kryon, njeri e ka kryu me dorë. Allahu si e kryon gjera, i kryon gjera duke i thënë, bëhu, bëhet. Pse? Fuqia është të plëtë. Bëhu, bëhet. Inema në fund jasinit shëtë mëni, inema amruhu idha erade shejën an jekule lehu kun. A mësuat në fund jasinit që shëtë. Inema erade shejën an jekule lehu kun, kur të dëshiroja i me modi shka veç e dhëtë kun, banë. Allahu në mësot diturin tonë islame, e në mësot me adhërua Allahun me dituri. Me adhëru Allahun me dituri, Sallallahu ala Sejdina wa Nabina Muhammed, edhe ju kush në këni ndëgjuhe mërënda vendit dhe në diasporin afër në të largët, soni fmive këto vetit e Allahut Subhanahu wa Ta'ala, që ta adhërëm Allahun me dituri. Ta adhërëm Allahun, jo ta adhërëm si kur që adhërëm popull tjerë, Zotit e kanë varë në kyç. I plët fuqishmi, që kjo që ka si fatin kudret, i plët fuqishmi që si bërgjarë në askuj, Allahin ti për vjekë për bëshë në ndronë kështu, Allah, aman një Arabi. Edhe deri qëto njerëzimi për reka, për kënjeka. E lusim Allahun të Gjelanu tjetër pasër e mirë. Sallallahu ala Sejdina wa Nabina Muhammed, edhe për fundi për shëndesin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.